Jam Klodian Simoni nga fshati Topoj. Kam 4 dylim ser, nga të cilat kultivoj 2 dylim lakër, 2 dylim domate. Sezon 2. Sezon parë mbjell kornishon. Dhe kemi me kontratë me cilë jemi shumë të kënaqur. Kurse sezon 2 jemi të pasigurt për lakërën. Sepse nuk është me kontratë, nuk është tregu ditor, nuk është e sigurt çmimi. Një ditë varion 400, një ditë 500, një ditë mund të vej 600, një ditë mund të vej 300, nuk është e sigurt si treg. Çfarë do të thotë për juve? Për neve është humbje se me 400 lek ne punojmë 3 veta këtu. Nuk është se të nxjerr, nuk bie asnjë rrogë minimale në muaj, po ta zesh. Nuk ja vlen. Ju punoni familjarisht? Familjarisht, po, familjarisht. Punojmë 3 veta. Edhe në sezon të parë mbjellim kornishonin. Me kornishonin bëjnë kratë punosh. Se është me kontratë, çmime, korreksia, çdo gjë. Jemi shumë të kënaqur. Si është me kontratë? Çfarë do të thotë që është? Me kontratë, që neve kemi bërë kontratën që në dhjetor dhe dim se si do punojmë tër beharin deri në tetor. Për shembull, na marsin tetor e dim se si do punojmë. Atëherë ka një çmim që mbjell, ja? Po. Është shqiptar çmimi që në fillim. Dhe ku shkon ai? Ai shkon vendet e Bashkimit Evropian, Gjermani, Austri, këto vendet. Është tregu sigurt, nuk vuajmë. Punon lodhesh tër ditën, po në fund ditës të bëjnë kratë punosh. Kurse këtu punone nuk e di se çfarë do gjesh. Mendon se duhet të ketë një subvencionim nga shteti edhe për këtë që ka një çmim të ulët tash për momentin ose të ketë një treg të sigurt edhe për këtë? Po, ajo është gjë më kryesore. Se këtu aktualisht ku jam unë, shteti nuk ka, unë nuk përfitoj asnjë gjë nga ndihma, vetëm naftën. Nuk kam përfituar se unë jam i vetëm këtu. Edhe si i vetëm, çfarë do thotë ai? Jam fermer i vetëm që kam sera në këtë zonë. Edhe nuk përfitova dot se do bashkim fermerësh. Këtu jam i vetëm, edhe kjo gjë më penalizon, nuk ka arrit të bëj bashkim për subvencionet. Me këtë sipërfaqe që ke ti nuk përfitoj? Jo, nuk përfitoj, jo. Do të ishte mirë që të subvencionoj edhe një sipërfaqe si kjo jotja? Jo, më mira do ishte të subvencionohesh për kilogram. Që ti prek të tërë dhe ata gjallë si puna ime. Që jam vetëm. Se kjo skemë është vetëm për të mëdhenjt, besoj. Dhe kush ka në 1 hektare sipër.